Kreativiteti e imagjinata janë gjërat kyçe që çdo fëmijë karakterizon, po ata që bëhen pjesë e bën e vet, shumë aftësitë e tjera do të fitojnë përgjatë orëve mësimore. Mirë se veni në bën e vet. Tash po shkojmë në ajtë, do t'ja tregoj pak hapësirën se çka kemi këtu me pa. Okej, kjo është hapësira e bën e vet, që ju keni ardhur sot me vizitu dhe me pa se çka ofrojmë. Po him ndoshta me njerë brenda klasë me pa pak sene se çka ju ofrojmë? Okej. Fillimisht po kam qef me ju prezantu klasën e Little Biz, që është klasa e elektronikës për fëmijë, ku fëmijët mund të marrë dhe me ndërtu pajisjet e tyre elektronike që kanë dëshirë me ndërtu. Çka kam gatu në sot për juve, janë 3 pajisje që ndoshta kishim pas qef dhe të tjerët me i pa. Këto janë bitat magnetik të ndryshme që marrin baterinë prej kësaj, shkojnë te biti power, mas një butoni edhe buzzer që fëmijët mundën me kriju një zilje siç na funksionojnë neve ziljet nëpër shtëpi ose nëpër banesa. Pra na e dhezim power, edhe me anë të butonit, siç po e shihni këtu, nëse e prekim, neve na funksionon një zilje. Është mjaft interaktive për fëmijët me ardhë dhe me i provu këto. Tjetra që mundemi me provu tash, është se si funksionon një dritë, kur na e shtypim butonin të dritës dhe drita neve na dhezet nëpër dhoma tona. Funksionon njëjtë, pra furnizohet prej baterisë me energji dhe mandej me anë të switchit na e ndezim dritën, po nuk e pas na ndezë vetëm një moment. Okej. Neve po na dhezet drita ose lede, ndryshe. Mundemi me ndalë ose me dhez, edhe kjo njëkohësisht ja mëson fëmijëve dhe ata që ne duhemi gjithmonë me ndalë ose me dhez dritën kur hyjmë ose kur dalim prej dhomës, që mos me shpenzu këtë energji elektrike sidomos ditëve të sodit. Kështu që kështu neve na funksionojnë bitat, edhe fëmijët fillimisht e mësojnë elektronikën prej këtyre bitave, që është moshë të re, të fillu prej moshës 6 vjeçare, fëmijët mundën me u njoftu pak a shumë me pajisje të ndryshme elektronike këtu në bën e vet. Tash mundemi me vazhdu pak te pjesa e robotikës, ku bën e vet është mjaft i njohur për pjesën e robotikës dhe të robotave që na i ofrojmë. Tu fillu prej robotave të Legos, që sot nuk është që i kemi bu pak gati, se dojnë ma shumë punë me organizu dhe me ndërtu, po ndalemi të robotat M-Bot edhe roboti M-Tiny. Tash është pjesa e robotëve tonë të famshëm që i kemi këtu në bën e vet. Tu fillu prej M-Botit, që është një robot edukativ për fëmijët që ata ma arrit me mësu edhe programimin këtu në bën e vet. Unë tash për juve mundem me lëshu M-Botin, edhe M-Botit tash të përgatitur e ka një kod, që nëse na i vendosim dorën deri në 5 cm afër, përmes senzorit këtë që e ka të këta sytë këtu, e vren distancën edhe mundet me ndru karjen e drejtimit. Me thonë kjo lëviz sare që shet diçka para, edhe nuk arrin me lëvizma. Përveç kësaj, M-Boti mundet me u kodu me shumë kode të tjera, po kjo ka qenë vetëm e gatshme dhe për atë këta ju tregova. Po fëmijët përmes gjuhës programuese Scratch mundën me kodu me drita, me rrugë të ndryshme varësisht se çka ata kanë qef. Tash po kalojmë te roboti i radhës, që është roboti M-Tiny për moshat më të vogla, po e ndezem. Okej, roboti na pa dhe një përshëndetje të vogël. Kjo është roboti M-Tiny për fëmijët e moshave 5 deri në 6 vjeç që na ofrojmë këto. Roboti kodohet shumë thjesht prej copave të vogla puzzle, jo me kompjutera për arsye që fëmijët janë edhe më të vegjël, ku përmes këtyre puzzle këto, M-Tiny mundet me u kodu edhe me lëviz, me anë të prekjes së kodeve. Mundet me ecë para, mundet me u kthy, mundet me i bu edhe disa kode kështu me radhë një pas një, po kjo është vetëm metoda më e thjeshtë se si M-Boti mundet me lëviz përmes kodeve. Përveç që M-Tiny mundet edhe me lëviz, M-Tiny mundet edhe me i shfaq disa emocione, ku fëmijët munden me i shpreh emocionet e tyre dhe me mësu pak ma shumë për emocionet përmes M-Tiny. Për shembull, M-Tiny mundet me qenë i lumtur, mundet me qenë pak ma nervoz, mundet me qenë i mërzitur nëse bashkëse se çka na vendosim për M-Tiny me shfaq. Edhe kjo është mjaft interesant për fëmijët e moshave të vogla,
edhe është totalisht e lehtë që ata me kuptu edhe me arrit që në moshë të hershme me i fillu bazat e programimit që ma tutje me pas a kanë dëshirë dhe a ju pëlqen me vazhdu ma tutje me programe. Ky institucion i edukimit që inkurajon fëmijët të rinj të rriturit që të zhvillojnë talentet e tyre filloi punët. Atëherë fillimisht BNV ka fillu në BNV Gjakova në vitin 2015, ku më pas ka vazhdu me u hap në qendra të tjera, të fillu në qendrën e dytë në Prishtinë që nga viti 2018, e pastaj në qendra tjera siç është Kaçaniku, Kamenica, tash së fundmi është hapur edhe Mitrovica. Dhe synimi i BNV është që të hapet në të gjitha qendrat në Kosovë, ku të gjitha qytetet edhe fëmijët në ato qytetet të kanë mundësinë të vinë në hapësira krijuese në BNV dhe të gjejnë veten e tyre, të shpalosin talentet e tyre dhe imagjinatën e tyre, që ata në të ardhmen të jenë krijues edhe të ideve të tyre. Një ndër synimet e ëndrat e BNV është që të ofrojë mundësi të barabarta të edukimit për të gjithë, dhe këtë mentor të shumt e bëjnë në mënyrën më të mirë. Atëherë BNV është një hapësirë krijuese, ku secili fëmijë, secili pjesëmarrës mundet të ardhë dhe me shfaq talentin e tij. Përmes pajisjeve teknologjike që na i ofrojmë, domethënë teknologjinë e përdorim si mjet edukativ, ata arrin që idetë e tyre me shfaq edhe me realizu me anë të pajisjeve që na këtu i kemi në BNV. Tu fillu prej, domethënë i përfshin të gjitha fushat e STEM, shkencën, teknologjinë, inxhinierinë, artin e matematikën, edhe secili fëmijë në këto fusha mundet të marrë dhe me gjetë vetën edhe në ato se çka i pëlqen. Klasa të shumta ofrohen për mosha e lamit të ndryshme, e gjatë këtyre viteve një numër i madh talentesh u vë në dukje. Kryesisht në BNV shumica e fëmijëve që vinë për robotat. Na njehemi për klasët robotikës që na i ofrojmë, të fillu prej moshës më të re që e kemi moshën 5 vjeçare, e deri në moshën 15 vjeçare apo edhe për trajnime 18+. Kështu që fëmijët zakonisht më shumë e pëlqejnë klasën e robotikës, të fillu prej klasës së Entine ose klasës së Scratch dhe Bot, klasa Lego robotikës e kështu me radhë. Kështu që kemi mjaft laramani të klasave që secili mund me gjetë veten ose në art ose në matematikë ose në shkencë kështu me radhë. Një objekt që i përshtatet si më së miri çdo moshe dhe çdo klase. Faktikisht, klasat në BNV janë aktivitete jashtëshkollore. Fëmijët vinë në BNV pas orëve që i përfundojnë në shkolla, kështu që është mësim jo formal. Klasat në BNV janë klasa 2 mujore, ku fëmijët vinë në BNV 2 herë në javë nga 2 orë, që po i bie 32 orë në total për këto 2 muaj. Pastaj ka dhe punëtorit ndryshme që ata mundën marrë, po kështu klasat janë kështu të këtij lloji, pra klasa 2 mujore nga 2 herë në javë. Oraret janë kryesisht masdite për arsye që nga shkollat që i kemi ne këtu në Kosovë janë kryesisht deri në orën 4-5, pastaj klasat në BNV fillojnë prej orës 5 deri në orën 7 ose nga ora 7 deri në orën 9, pavarësisht se cilin lloj të klasës ata e zgjedhin. Pas disa orëve të kaluara tek BNV, fëmijët edhe certifikohen, besa disa nga ata edhe po bëhen pjesë e garave. Fillimisht, fëmijët që i kryjnë këtu klasa 2 mujore i kemi, i marrin certifikatat në fund. Ata mundën me vazhdu prej një niveli në nivelin tjetër, varësisht se a ju pëlqen edhe a dojnë me ndru për shembull prej programimet më dalë në art ose kundërta. Sa i përket programimit, në kuadër të BNV-t kemi edhe Kosova Makers League, që është gara e parë e robotikës në Kosovë, që organizohet në kuadër të BNV-t pra nga KML. Shumë shkolla publike dhe private me mësuesit e tyre kanë kriju ekipe 4 ose 5 anëtarësh dhe janë bërë pjesë e kësaj gare, ku edhe si vjet me datë 21 shtator për herë të parë po organizohet gara regionale e robotikës, ku po marrin pjesë vendet e Ballkanit, të fillu nga Kosova, Shqipëria, Malezi, Serbia, Maqedonia, Veriut e kështu me radhë, edhe po organizohet në Kosovë. Kështu që na jemi mjaft lumtur që kemi arrit deri në atë nivel sa me organizu një garë të tillë. Edhe kjo po tregon që BNV ka një pak mjaft të madh të fillu prej klasave, po edhe se si ka arrit me kriju këtë lloj gare, ku njerëzit sa aq më shumë po njoftohen se pas ka garë të robotikës dhe po munden me programu edhe me arrit ikon më lart. Kurse sa i përket klasave për të rritur, e ofrojnë trajnimet e CNC-s ose trajnimet e dizajnit, web graphic design e kështu me radhë. Edhe kemi vrej që sidomos nga trajnimet e CNC-s që është në punim në dru,
të rriturit po gjenë punë për arsye që po e marrin një zanat këto, po mësojnë, po e praktikojnë edhe mandej po arrin me gjetë punë të ardhmen. Por në vetë nuk mbaron me kaq. Aktivitetet e tjera të reja po priten të realizohen. Si që ma herët, na për momentin e kemi vetëm klasa 2 mujore. Përveç klasave 2 mujore, kemi edhe anëtarësimet djetore, ku fëmijët mund të marrë çdo ditë të vitit, prej orës 8:06 deri në orën 9 mbrëmje sa më hapën, edhe krejt punë që i kanë jashtë shkollës, krejt detyrat, krejt pëllëmtimet që ju do të ata me i përfundu, mundën këto më ardhë në mentorimin e mentorave në bënë vetë, mundën me shfrytzu pajisjet, mundën me shfrytzu këtë hapësiren, për këta jemi ende në procedurat të hapjes së regjistrimeve, edhe në të ardhmen shpresojmë që mundemi me bo edhe regjistrime për fëmijë ma drejtin, po që janë në afat ma gjatë deri në 6 muaj. Që këto janë synimet tona për vitin 2022 edhe 2023, edhe publikojmë në faqen tonë edhe krejt mundet më njëfty se kur ha. Bëne vetë, të mirëpret edhe ty. Faleminderit që ishit të bëne vetë, ju mirëpresim edhe herave tjera kur do që keni dëshirë me ardhë.